Ka ndodhën kur kam qenë. Kemi dalë kampion, 6 muaj s'kemi marrë paga. Vërtet. Edhe është me katë, do me thonë edhe kejtë e ikin, që një hije keq që i bjen biznismenave të Vushtrisë. Gjithë firmave, na kemi firmat gjigante që janë të Vushtrisat. 10 biznismena mu bo, ka 50.000 euro mi dhonë me listë sponsorizimit klubit, bojmë 500.000 euro, është një start. Vushtris nuk i vynë ma shumë për me bjetë ku. Po. Qase dikuj na i vynë 1 milion. Edhe klube tjera, njëjtë kemi pasë në Klin. Klin nuk është klubi i privatizum. Kur kemi pasë, gjithmonë kemi pasë probleme. Menzja kemi dalë. Nuk mund në asë një formë, do të me gjithë forma kryetarët e komunave. Se ai klub është shumë i rëndësishëm për qytetin, për komunitetin, për njerëzit. Apo kupton? Nuk e trajtojnë, këtë pjesë nuk e trajtojnë. Edhe do të me trajtu seriozisht. Jo me trajtu veç fili me politik. Po do të seriozisht më marë, seriozisht me inimu. Apo kupton? Po këtë të na... hapet, po du më këthy të politika, po... Ma mirë s'po këthejnë ajtë se jënë bo boza dhe gjatë kampionatit. Apo merë vesh, po të na do të mi bo punët me zemër. Kjo e problemi kryesuris me. Që ose se të bënë me zemër, se ndjenë me zemër, ma mirë me s'mu përzi. Një mëjt i klubit Vushtris. Në të dim Vushtria që ti, si kryetar komune, i keni mu klubit direkt. Po ty nuk ka që të mund zjedhi. Edhe këtë pjesë ata nuk e din. Po nuk ka shansë aty se që ata kanë me të votu. Edhe kështu tani del a i të mund, kjo tjetëri e mund atë tjetëri, na i tjetëri e partije mund këto, gjithë që shtu në Vushtri ka ndodhë. Edhe në për komuna tjera, do të minimu ma direkt edhe në infrastrukturë. Na e kemi edhe infrastrukturën lam, edhe ndihmën financiare për klubet, oje që janë. Asë është gjyna për dritën edhe për Gjilanin, qëfar stadioni në të lyqë që sa vjetë ato, qëfar investime bujë. Që një 8 vjetë. Për çdo vjet vina këtu në studio fjalë të njëjta. Jena bo edhe boz, jena bo edhe bajat për Zotin. Pa di që na jem heroj që vazhdojnë alo më mirë me futbol në Kosovë këtu. Me gjithë këto dollovere, me gjithë këto probleme. Edhe ka me ardhur dikush që